Perëndia krijoi botën dhe gjithçka që ishte në të. Gjithçka ishte e përsosur, ashtu siç Perëndia donte. Perëndia krijoi njeriu sipas shëmbëtyrës së tij, dhe Perëndia tha, është shumë mirë. Njeriu kishte një marrëdhënie të mrekullueshme me Perëndinë. Djalli e mashtroi njeriu dhe e rebelua kundër Perëndisë. Ky ishte mëkati i parë. Dhe kështu mëkati u përhap në të gjithë njerëzit. Njeriu nuk e ndryshonte dot gjendjen e tij. Por Perëndia e donte shumë njeriu. Dhe ai donte të rikthente marrëdhënien që kishte në fillim me të. Por për shkak të mëkatit, kjo gjë ishte e pamundur. Atëherë vetë Perëndia vendosi që të jepte zgjidhjen për pastrimin e njeriut nga mëkati. Jezusi erdhi në mes nesh dhe gjaku i tij na pastroi nga çdo mëkat.